Një person që e mba një biznes ka shumë sfidat ndryshme, sidomos në industrinë e çerpekëve, për shkak që edhe nuk vlerësohet shumë si profesion nga audienca, e mendojnë si një punë më të lehtë. Mirë po është një punë me të vërtetë e vështirë për me u bë, edhe për me qëndru një kohë gjatë në treg me këtë profesion, duhet shumë sakrificë realisht. Çfarë sakrifica tani atë flasim pak më detajisht? Po është një punë për shembull që pikës pari për një klient na merr kohë gjatë për me përfundu një set. Sepse ne punojmë me secilin çerpik veç e veç edhe është duhet me bën perfeksion, mu mirë me secilin detaj. Punë me përpikmëri. Po, me përpikmëri. Nëse ne kemi dëshirë për shembull me mbajt biznesin gjallë, duhet me marrë sa më shumë klient që mundemi. Tash koha çdo ditë nuk na premton për shembull me pas një balancë mes jetës private dhe klientelës, edhe kjo është sfida e parë që ballafaqohemi realisht. Pastaj, siç thash edhe më herët, është një punë pak më e vështirë, qëndrojmë në një pozitë për një kohë gjatë, edhe nuk është që vlerësohet tepër shumë venin tonë, edhe pse unë tentoj çdo herë me eduku audiencën duke i tregu që është një profesion që ka vlera, sepse merremi me detajet vogla, edhe për me qenë një artiste e mirë, duhesh me pas shumë durim, mu mirë me secilin detaj veç e veç. Kështu që ka sfidat ndryshme, të fillu prej shëndetit, do me thonë, se tregova që pozita është e keqe, do të me umirë me aktivitete fizike, koha, nuk premton asnjë moment, asnjë kohë për të marrë edhe me vetën, ndoshta sa duhet. Po, është e vështirë, do të me gjetë një balancë të kohës, mu marrë me vetën, mu marrë me familjen, mu marrë me punën, është... Edhe fëmijët, duhet patjetër me i përmendën këtë mes? Patjetër që po. Po normalisht, unë përpos që merrem, do me thonë, direkt me klientelë, mbaj edhe trajnime, evente ndryshme, edhe si që përmendit e tash edhe jemi zgjeru jashtë vendit. Kishte me qenë shumë e vështirë nëse kisha qenë vetëm në këtë udhëtim, mirë po në këtë rrugtim, po kam fatin që kam një familje shumë suportuese dhe më ndihmojnë, sikur me fëmijët, ashtu edhe me punë tjera kur kam nevojë për shembull gjatë udhëtimeve ose diçka tjetër. Kështu që është shumë e rëndësishme me pas një rreth familjar i cili të suporton, me këtë rast një falenderim i veçantë që kam për vjerën edhe burrin që gjatë gjithë kohës janë të gatshëm me suportu në secilin aspekt. Me të ndihmu në çdo moment kur ti ndoshta nuk është se je në gjendje për të qenë prezent në momentet caktuara. Patjetër që po, unë për veti jam shumë e lumtur edhe krenare që kur t'i lodh fëmijët, e di që i kom lënë me një rreth familjare dhe është dikush që për një mezëve në cënonë në ato momente. Patjetër. Gjithsesi, ke pas shumë udhëtime, ke sjellë shumë risi në vendin tonë edhe përmendëm pak më herët që ke kaluar edhe kufitën, në këtë rast ke hapur edhe një pikë tjetër